Dhe për fund, sot kemi një të ftuar të veçantë nga bota e modës. Ai është një krijues i ri, plot vizion dhe energji, i cili po prezanton koleksionin e tij të parë me titullin The Season of Grace, ose Sezoni i Hijeshisë. Neshat Loki do na shoqërojë me ne në këtë pjesë të fundit të programit, me cilin do flasim për rrugtimin e tij krijues, frymëzimin dhe planet për të ardhmen në fushën e modës. Përshëndetje dhe mirë se më erdhën Neshat. Përshëndetje Aida, faleminderit për ftesën, ndjej komoditetin dhe privilegjin të jem prezent në emisionin tonë. Shumë faleminderit. Është shumë kënaqësi që të kem për herë të parë në studio, edhe pse kemi pas një kronik nga ty, e cila ka qenë super e shikuar dhe super interesi për ta ndjekur atë kronik në kohën kur ishte koha e maturantëve. Sërish këtu, por me një sukses tjetër të radhës. Në fakt, me suksesin më të madh deri më tani që e ke në karrierën tënde, apo jo, mund ta quaj ashtu? Mund ta quaj edhe ashtu, po mund ta quajmë edhe një fillim i një karriere tek pjesë e modës, vetëm për faktin për koleksionet që do vinë në vazhdim. Shumë e vërtet. Pse pikërisht vendose që ta sjellësh në këtë titull Neshat? Sezoni i Hijeshisë. Në shqip po e quaj. Po. Do me thonë, do kisha dashta ceki mas mirti vetë për faktin që është e ka marrë atë konceptin sezoni i Hijeshisë, është një sezon i përjetshëm, është një sezon që nuk vdes kur, është një sezon ku femra tregon gjithçka aty, dhe po ashtu frymëzimet i kemi pas çdo herë, se për të krijuar normalisht një koleksion ti duhesh me pas një frymëzim prej ku fillon dhe ku do me mbaru. Jo rastisht është edhe titulli ashtu, po frymëzimet i kemi pas më shumë tek ato femrat me atë kontrastin mes modernës dhe klasikës, dhe ku femra të tregoj me veshjen një qëndrim, të jap një deklarat dhe të tregoj atë fuqizimin se çka përmban ajo veshje. Ai ka qenë, me thënë, frymëzimi, por që e ke diskutuar edhe me stafin pastaj për ta sjellur të kompletuar? Sigurisht, neve shif edhe kjo pjesë e koleksionit na erdh pak si papritmas. E kisha pas në plan, po nuk është që e kisha pas në plan në këtë kohë, dhe mendoj që gjërat rastësisht si zakonisht komodohen mas mirti se sa gjërat me plan. Çfarë shtyu që në këtë kohë? Me njëherë pas sezonit verës, e di që ke qenë shumë i angazhuar, po ku e gjete hapësirën pastaj për ta përgatitur këtë koleksion? Edhe është përgatit për një kohë shumë të shkurtur, që kisha thënë një kohë shumë e caktuar, te e limituar, dhe ishte vetë, do me thonë, gjatë periudës që pas sezonës verore, në ranë në dorë një, le të themi, një material shumë unik, dhe prej aty na u fillën mendimet, pse jo, të dalë diçka interesante. Arsyeja më kryesore, frymëzimi më pa një arsye asnjëherë nuk mund të rifillosh diçka që e mendon për me bë për më tutje. Kështu që ajo ishte arsyeja dhe u realizuan si zakonisht metoda që i ka koleksioni, skicat, detajet, moodboardi i gjithë koleksionit, dhe në përfundim e lam ashtu, dhe jo rastisht u realizuan 4 fustane, siç janë 4 stinët, po ne nuk kemi bazuar me 4 stinët, dhe jo rastisht e kam shënuar sezoni i Hijeshisë, që përfaqëson një sezon që është e përjetshme. Po, por që me 2-3 ngjyra të kombinuara. Pse vendose që ngjyra blu të jetë ajo më dominantja dhe ngjyra bezh, krem? Po, janë ngjyra që mendoj që nuk largohen prej modës, janë ngjyra që çdo herë dominojnë, po ashtu edhe mbajnë një qëndrim bukur, por dominojnë si zakonisht në gjërat luksoze, ku jo rastisht edhe shihen që janë edhe glamuroze, po do me thonë jemi bazu pak edhe të ngjyrat se kap një kontrast shumë më të mirë, kremi ose bezhi le të themi me të kaltërtën janë dy ngjyra që mbajnë një qëndrim shumë elegant, kisha thënë më mirë. Për gjithë ata që nuk kanë pas mundësi ta shohin, ne kemi në prapavin tonë, por do lus regjin që tani ta shohim të pastër, do me thënë koleksionin e parë të Neshat Lokut. Nëse është gati regjia, mund ta shohim menjëherë.
Tamam, glamuroze. Të përgëzoj shumë në shatë. Kuptim fjala, glamuritet. Definitivist. Por edhe e kam prezentuar në mënyrën më të mirë vajzat. Po, vajzat, do me thonë... Kush janë vajzat? Vajzat janë Tetovës, njëra është faktikisht e Tetovës, tjetra është e Kosovës. Janë edhe pjesë, kisha thënë pjesë e shoqërisë time, po një të nko me profesion e kanë modelingu, dhe e kanë bërë dhe e kanë njepat maksimumin dhe jo rasisht u pa edhe në ekran. Në video të realizuara. Po, kishte sfida gjatë procesit të realizimit, ingjizimit, sepse në një ambient jo shumë të përshtatshëm, Po, ka pa, normalisht, sfida zakonisht ka, po e kemi, ne do me thonë, e kemi dhënë atë maksimumin që edhe ato ta gjejnë atë komoditetin për me e tregu dhe për me dalë lançimi sa ma mirë. Gjithë jemi mundu me ato tonat, me dhënë maksimumin, që normalisht në behindin e asaj skene kam pas shumë bashkëpunëtor të mi, që tash nisi t'i rëndis janë shumë, po kisha thonë veç kryesorët që i kisha da, janë make-up artistja, që rezulton në Tetovë dhe kemi mjaft të suksesshme, Besa Gjemailin. Kemi Studio Zenin që ka realizu me Jeton Osmanin, modelet si qipat dhe pashtu bashkëpunëtorët e mi, Berinin dhe Bajramin që është e jashtëzakonshme mos i dalloj ato. E profesionit tënë, po. E di që ju bashkë gjitha sukseset i keni në ateljen tuaj që çdo herë frymon pozitiviteti dhe energjia për të punuar mbi gjitha. Në shatë, pam edhe shumë gur në fustanat glamuros që i ke prezentuar në koleksionin e parë. Nga ideja për gjithë këto fustanat të ketë edhe gur të ndritshëm? Po, vetë fjala hieshi të ep një rezultim se qka mund të dale, do me thënë, qka jep atë pjesën e ndryqimit, qka jep atë pjesën hieshis, tash pa glamuritet dhe të ketë detaje me ndryqime, me gurës, ose me punë dore që është bë në atë koleksion, mendoj që është pak e pakapshme, në këtë koleksion, se është e kapshme varësisht prej metodës se çfarë lloj koleksioni bën, po në këtë koleksion ishte pak e pakapshme dhe kështu që ne jemi mundu pak të kapim edhe bazamente të rajonit, se çka kërkon klientela, pak të japim atë stilin ton veçantë, po një të kohë të japim edhe atë preferencën se çka kërkon klientela. Do me thonë, kemi shku në ato bazat me qenë gjithçka standard. Do me thonë, si tek stili jon, pashtu edhe tek stili i klientëve. Nga përvoja juaj tani e sa vite, do me thonë e dini se çfarë kërkohet më shumë, po jo rasisht janë edhe të treguara dhe janë të punuara në koleksion. Në shatë, po për pjesën e materialeve, ke pas të vështirë t'i gjesh? Përmende që i pari material të ka qëlluar rastësisht në dorë, e ke të vështirë të gjindesh me materialin? I mersh doher nga vendi jonë, ose? Po, tash falë teknikës dhe falë rrjeteve sociale, do me thënë që është avancim shumë i madh. Që mund të porositësh? Po, mund të porositim edhe online. Po, kemi në Tetovë, në vendin tonë, ku mund t'i bëjmë ato porosi. Këtë materiale kam të huazuar ose kisha thënë materiali që më është bashkangjit në pjesën e koleksionit në bashkëpunim është në Tetovë tek Vulitex, që e përshëndes shumë dhe që më ka ndihmu shumë dhe ekstremisht tek pjesa e koleksionit dhe ai material rezulton ende aty me ngjyra tjera po ashtu, jo vetëm me ngjyrën besh, po do me thonë për ta pas problem nuk e kam pas, se që tash i gjenë gjërat pak më letë. E di që për pjesën e dizajnit nuk e kete vështirë ta realizosh me një herë, nga përvoja ime, kur realizova një fustan brenda 3 orëve. Në më thënë shikues të dashur, brenda 3 orëve arriti që ta vizatoj dhe ta dizajnoj fustanin që unë e ndërroja në shati bashkë me stafin e ti, të cilët janë vërtet të pazavancueshëm në vendin tonë. Faleminderit shumë, po mundohemi të japim maksimumin dhe në bazë të maksimumit që ne japim, mendojmë që dalin rezultate shumë mira. Si qëndron bashkëpunimi me stafin? Shumë mirë. Shumë mirë, do me thonë ndjem det i kënaqur. E dizajneve?
për gjitha. Ja prish një qefi njëri tjetrit në njëherë, jo kështu shkon këtu, jo. Balancime si zakonisht, nuk mund të asnjëherë t'ja na shkalojmë ato pjesë, po në këtë pjesë, do të thonë jam teti kënaqur dhe mu si zakonisht më pëlqejnë ato euforit se këtu është mirë, këtu është keq, se në bazë të atyre ti nxjerr diçka në pa, se nëse veç njëri flet, ndoshta ai tjetri që nuk flet ka diçka, po nuk e thot, ndoshta e ati mund t'jetë diçka shumë më sipërmarrëse se sa unë atë që e them ose unë atë ide që e jap. Nuk është kote fjalia bashkimi bën fuqi, kështu që ne çdo herë qëndrojmë bashkë dhe apim një fuqisim sa më të lartë. Ju kreatorët ndonjëherë edhe psikolog duhet jeni, a? Ta shihni kliente në shikim të parë dhe ta kuptoni se çfarë do. Sepse në rastin tim ishit psikolog. Nuk ishte nevojë t'ju them e dua kështu e dua ashtu. Na tash njëherë e luajmë rolin e psikologut, pastaj dalim tek roli i dizajnerit. Kështu që mundohemi në çdo lomi të hasim diçka për të nxjerrë pa atë që do edhe klienti, pashtu edhe ne. Sakt, në shat më thuaj sa e rëndësishme është për ty që koleksioni i parë të transmetoj identitetin tënë si dizajner dhe si kreator? Mendoj se sidomos ky koleksion, se është koleksioni im i parë, do me thonë, mendoj që ka një rëndësi të veçantë, që nuk mund ta nuk kisha thënë që mund të përshkruhet me fjali, se sa që është më shumë një ndjesi e madhe, po sërish e them atë që e thash edhe më herët në fillim kur filluam se ishte i pari dhe jo i fundit. Kështu që në vazhdimsi ta çdo kesh, po normalisht derisa të kapësh atë startin, atë rifillimin kisha thënë për një koleksion, kështu që si i pari edhe jo rastisht është 4, se si zakonisht koleksionet shkojnë me një shumicë, diku te 10-15, minimumi është 10, po unë e kam bërë me 4 veç për faktin tregoj një startim të koleksioneve në vazhdimsi çka do vinë. Si u mirë prit? Për pak ditë sa është prezantuar në rrjetet sociale? Do me thonë nuk e kam prit që të ketë reakcion aq shumë, ama me të vërtet ka pat reakcion më atë shumë. Tash pak bazohemi tek pjesa e angazhimit që është bërë, pak bazohemi tek pjesa e klientelës, se ti si zakonisht kur e ke fitu atë klientel, normalisht që ato presin diçka prej teje, po tash kjo ke pak si një surprizë, se është bërë për një kohë shumë të shkurtër sa që nuk kishim pas ne kohë edhe të tregojmë se jemi të realizu një koleksion. A kupton? Edhe për atë u është surprizë dhe pritshmërit siç i kisha ashtu edhe dolën. Në shatë më thuaj se çfarë sfidash has një krijues i ri mode në tregun e sotëm, sidomos në Maqedoni? Po tash sfidat si zakonisht, pas sfida do me thonë një hap nuk shkon asnjëherë përpara. Do me thonë sfidat si zakonisht janë shumë, unë thash edhe më herët, mu më pëlqejnë euforit, më pëlqejnë sfidat kur ti mundohesh të realizosh diçka të re. Po sfidat nuk janë... Je i guximshëm? Po, jam shumë i guximshëm. Sidomos në pjesën e profesionit, guxoj shumë. Ndoshta nuk është një ambient ose nuk jetojmë në një rajon që nuk mund të guxosh shumë, po tek profesioni mundohem të guxoj sa më shumë. Dhe pastaj ka ndodhur që me klientët bashkëpunimin kur e ke pas, nëse ato kërkojnë diçka tjetër dhe ti don ti servosh diçka tjetër, si gjendet ai si gjendet finalja dhe bashkëpunime që e keni? Ti e them më herët që ju e lojni edhe psikologun, një fillim bëhemi psikolog, e kuptojmë se çka don, e blejmë stilin e asaj dhe në bazë stilit asaj ne japim një shërbim që edhe të jetë stili jon aty, të posedohet, po ashtu edhe stili asaj. Do me thonë, çdo herë rrim në ato parmamentat më paralel. Do me thonë, edhe klientit jetë i kënaqur, po ashtu edhe ne. Një 50% del stili jon, ideja jon, 50% jetë stili i saj që edhe klientët mos e nxjerrim jashtë vetës. Do me thonë, taman qëndroj ai që është. Do me thonë, taman qëndroj në atë komoditetin që unë kam kërku këtë dhe këtë e gjeta. A kupton?
Si do donit në këtë rast në shatë që të njiheshit tek publiku, si stilist i elegancës, i guximit, apo i risive? Sepse fundjat të gjitha të trijat janë që përmblidhen dhe që duhet i ketë një dizajner. Eleganca, çka të sjellish, si zakonisht eleganca mbi zotron, po kisha thonë më shumë i risive. Që janë mëse të nevojshme në vendin tonë, sidomos. Si zakonisht dizajnerët më shumë japin risi, nxjerrin diçka të re në pa, se sa të bësh gjëra shumë normale. Kështu që çdo herë jetojmë me atë pjesën e risive, do të thonë nxjerrim diçka, çdo herë jemi në ato news feed, do të thonë gjëra të reja. Jeni me trend, do të thonë, i përcjellni zakonisht, për të sjellë risi pastaj në vendin tonë, kuptohet. Normalisht. Çfarë shkon dhe çfarë nuk shkon në vendin tonë, te dizajni? I modës, sigurisht. Po tash, ka gjëra që nuk shkojnë, ka gjëra që shkojnë, po krejtë se e di që ka diçka, do me thonë, tek ne është pjesa, unë si zakonisht e ceki, rajoni, tradita, do me thonë, ne i kemi traditat që duhet të kombinohesh me ato tradita, tash nuk mund nxjerrish ti diçka që është jashtë traditave, a kupton? Ne kemi klientë që kemi artista, që aty e tregojmë atë, kisha thënë, atë zemrën artistike që e kemi ne, po kur vinë klientë ndryshëm që shkojnë në për evenimente të ndryshme në për dasma, normalisht ti nuk do dalish jashtë asaj, ti do të qëndrosh te dasma, do me thonë, nuk mund të bësh kontraste. Nuk është ajo fjala si është vendi e bën edhe ku vendin. Shumë e vërtetë. Edhe për atë edhe ne bazohemi në ato pjesë, si është vendi e bëm ku vendin. Edhe nuk mund të them se këtu e veshin këtë, nuk e veshin këtë, nuk mund të bëj kontrast, e kupton? Ne mbas vendit e realizojmë edhe ku vendi. Kur jemi te artistat, ne kemi parë që ke pas shumë bashkëpunime me yje të ndryshme shqiptare, po më thuaj se sa është e vështirë të punosh për një artist dhe sa për një klient të zakonshëm që e ke çdo herë në pjesë të ateljes. Janë kërkesat të ndryshme? Po. Normalisht, shifte artistët, unë mendoj që te klientët është më e vështirë se sa me artistët. Sa artisti do me thonë kërkon diçka artistike që ne e kemi atë, veç në nevojë të ta shprehim, a te klientët si zakonisht ndodhen do t'i përshtatësh aty, do me thonë ta bësh psikologun dhe pastaj ta bësh pjesën e dizajnerit. Të ka ndihmuar në një farë mënyre edhe kjo mbështetje për ta promovuar punën tënde tani e sa vite edhe në rrjetet sociale edhe në media? Normalisht më ka ndihmuar shumë. Unë jam person që ndoshta nuk i bëj në shprehi, nuk i them, po në brendësinë time falënderimet si zakonisht jetojnë dhe kanë të ekzistojnë çdo herë. Do me thonë nuk jam person që janë ashkaloj këto pjesë, se këto pjesë janë të rëndësishme ku vetë faktin qëndron tek ajo pjesa se jo rastësisht ti je këtu sot ku je. Do me thonë fal atyre gjërave ti e mbizotron një pjesë shumë madhe që njerëzit apin një kisha thënë një motivim shumë madh për të arritur atë ti çka do ta bësh. Definitivisht. Në shatë më thuaj se si e shem evoluimin tënd pas këtij debutimit të koleksionit parë? Po tash është diçka që nuk mund ta përcaktoj me fjalë, është diçka që unë e pres. Do me thonë, në bastë punës që bën, i pret gjërat, i pret pritshmëritë. I ke pritshmëri, do me thonë pas këtij koleksioni. I kam, do me thonë, po shif, ti pa me pas motivim, ti nuk mund bësh diçka. Do me thonë, pavarësisht ta ka ulja apo ngritje, ti si zakonisht do të qëndrosh me atë pjesën se do bëhet. Edhe unë si zakonisht e fuqizoj veten time me një energji pozitive, si zakonisht qëndroj do bëhet, pavarësisht a bëhet apo nuk bëhet. Po një njeri për të arritur diçka do të rrëzohet disa herë për të zgjuar një herë. Shumë e vërtet. Me këtë mesazh, unë mendoj që është më së miri ta përfundojmë në këtë bisedë kaq të këndshme, me këtë energji kaq pozitive që na erdhe sot. Unë të uroj shumë suksese në rrugtimin tënd artistik si dizajner. Të uroj që të na vish edhe me shumë koleksione të tjera dhe jo me 4 fustana. Si fillim ishte me shumë mbarësi dhe me shumë sukses. E mirëpritëm gjithë ata që e kemi parë, e mirëpritëm jashtëzakonisht shumë mirë koleksionin tënd. Unë jam e bindur që do
marrin shembull edhe shumë kliente ndonjërin nga këto fustana për ta dizajnuar. Shpresoj që do e gjesh atë kombinimin dhe atë përshtatësinë për t'ju përshtatur gjithë atyre kërkesave. Faleminderit edhe një herë dhe shumë suksese për ty dhe stafin tënd. Gjithashtu edhe ty. Shumë faleminderit.